pafuqi, themin pafundësi me shtyje, me qatë themi çmim me majt, kur faturat vazhdojnë të vinë shtrejt e ma shtrejt. Edhe prap rrymën s'pe kam, prap kanë reduktime. Kështu që do të rritet themi kostoja e prodhimit prap në vend, rrezikohen vendet e punës, rritet importi, rritën çmimet e shërbimeve, pavarësisht që këtë vit disa shërbime që pata ngërku mu rrit për këtë vit u shtyn me arsye se u banën shumë, po është e pamundur mu ndal temi ose mu pezullu ose mu anullu një kërkesë për rritje të çmimeve të shërbimeve tjera përpos ujit që urrit në Prishtinë dhe në disa vende të shërbime tjera, nëse prap themi edhe qysh po shihet do të ndodhë sërish një rritje e re. Domthon kemi me pas zinxhir rritjesh të shumta, të cilat diç kanë me vështirësu edhe më shumë gjendjen e të gjithë qytetarëve, dhe sidomos kategoritë që janë më themin në kuptimin më të rënda ekonomikisht do ta përjetojnë edhe më rënë ata. Edhe pastaj këtu përfitos më të majt dihet kush janë. Ata e qesin kapuçin me neon, në atjertë vazhdojnë me përjetu. Dhe së shënë, Ameti, do të pjesë qasin e qeverisë, e dëgjuam për kryeministrin në një ngjarje sa pinxejnë dhomat shumë. Po da. A di pse pinxejnë dhomat shumë? Se i kanë subvencionu klimat. Një pejxanave që apo gabim trashanek, unë e konsideroj gjithmonë. Sepse kjo ka rrit pastaj edhe themi kërkesën për energji elektrike. Po keni qef shumë nxehtë me pas, qysh. Po da, edhe ata pebojnë nxehtë qeverisë, mos e ki gale. Jo, unë hezitaj me lëshu nxehjen shpesh për shkak të çmimit që e paguaj, po jo vetëm unë, po edhe bashkëshortja ime, edhe familja ime të gjithë interesohen me kursy energjinë elektrike, po është e kohët kur është një çmim i shtrejt krahasimisht me pagat po flas. Nuk po flas me vendet me standarde evropiane që janë krejt më ndryshe, mirë po pagat tona janë të tilla. Do në diasporë që po thojnë lirë e keni? Do komentu shumë për diasporë, bojnë e keni rrymë lirë në Kosovë. Ma ne di me jetu në Kosovë. Ata pagën mesatare ka ndikun 3.000, 4.000 euro, e të nanë nuk është 600 euro, s'po di sakt sa është pagën mesatare, kështu që është një standard shumë i ullë krahasimisht me vendet evropiane dhe ata kanë të drejtë me thonë sepse vinë veç njëherë në vetë. Edhe ku erdhen metën parrymë dhe ata, këtë herë. Edhe vitin e kalum njëti ndodhë. Po, edhe faktikisht... Gjitha tu dhe banën marë në Kosovë, edhe një pjesë e ty në shkuna për hotele të bujtë se në shpit veta s'kishin rrymë me shka mundzeje, shku në hotele. Ata e paguajnë vetëm tarifin fikse dhe tarifa fikse është rreth 2,5 mesatarisht për të gjithë. Mund të jetë lirë për ta, po jo edhe për neve që jetojmë këto, të ke fundit, nëse ata ashtojnë kështu dhe të vinë me jetu këtu mëre, është në rregull. Ameti, kam një pyetje, a duket se edhe herën e kalu në çdo zoroja dhe kështë se kena trajtu alo, se kena trajtu alo, tani e rrëtem pak ma shumë se kërkesa që ishte. A ka në shpresë kësa herë që bile ullin pak ma pak, atë nuk e rrisin, si me thonë 25%, po e pojnë 15%. Shiko, nuk du me lujt me numra, por rritje ka me pas. Këto kena të sigurt. Kështu s'kemi çka dyshojmë fare, kjo tash mbetet mu pas, sa do të rritet. Po jo, rritja mbetet e... Vetëm ja shansë që të normalizohet e të stabilizohet edhe çmimi i energjisë elektrike, edhe prodhimi me energji elektrike, është kthimi i distribucionit në kek, sepse pse duhet me kriju fitim e profit të madh dikuj duke pasur parasysh që është një profit i jashtëzakonshëm për kecin, pse mos t'ia kthejmë qytetarit e kompanisë e punëtorit atë profit edhe të kemi një çmim stabil e prodhim stabil. Normalisht që kur ka të hyra të mira, ka dhe investime të mira. Po sot nuk mund t'i kemi këto, për arsye se profitin që ata punëtor që punojnë në për Baltën, në për Lëq, e me orë, në për Kek, mi po, dikush çfarë furme punojnë, me çfarë kushtesh, e ndoshta edhe me patikat veta, ka një herë kur nuk kanë prej kompanisë, vetëm për të prodhuar energjinë elektrike, atë pasuni me marë keci, me të vërtetë është e të mërshme. Pare një prishet marrëveshja në gjatë, marrëveshja du të më prishë. Po patjetër du të më prishë. Ajo është e para. Nuk ka. Këto ka kërkuar edhe BE-ja me procesin e liberalizimit, ka thonë. Nuk mundet mu qujt liberalizim nëse nuk e ki, nëse vazhdojnë që ke marrëveshje me vletë. E këto po vazhdojnë njëte me vletë, prap. Madje tash po bëjnë liberalizimin e dytë. Ameti, kam një pyetje në fund. Bizneset, në çfarë situatë